sa i kushtojmë në këtij imani kujdes gjatë ditës tonë, gjatë ditës, nditje. Sa kujdesemi për këtë iman, me shtu pak, me rrit pak, me kujdes pak për te, me përjetu pak ma tepër. Njëri me do në rrugë, subhanallah, pak këshyr në punë, ose kalon në kujdes për pamën e jashtë, ma pëta. Nërsa futemi në lloj-lloj dyshime, dilema, epshe, kështu më radhë, dhe nuk kujdesemi për iman as kur futemi, as kur dalim. Qysh është, çka i buni vakia, u prekun. Nërsa se nefe keni pa, pak në qëfë se është zbej për ushmëria namaz me herë, ku është, qka ka ndodhë? Sikur se kemi se ka të rastë njërë të i Bëngjauzit rahimullah, i cili thëtë, për çështje të caktuara, e humba ëmbëlsinë e adhurimit, nuk e nisha mo. E qka ka po kanajt? Thëtë vrapaja që ta kërkoja. Kërkoja këto, kërkoja ati, kërkoja ndoshta këtu, ndoshta ashta këtu. Për shembull, ka mënuar se ëmbëlsia e adhurimit kthehet në qoftë se ulet në ders. Alim ka qenë, u shku të kulumatën e atë, nështë që tu Allah më shunëm se jem më des për nga i dersa. Thëtë pasu këthuj për sëri atë. Thëtë pastaj kam shku, kam nejt me njerëz të varfër. Nështë Allah gjelë ata i dëne përshka këtyne, mua Allah më një manë. Su këthuj për sëri atë. Pastaj kam shku me nejt me smut. Apo duke vizitu, përsi nuk u këthuj. Shiko, në kërkim të vazhdueshëm të ëmbëlsirës së imanit, nga se imani ka ëmbëlsinë, duhet më shiva ja. Andaj ka qenë i gatshëm ta kërkon këtu, thëtë derisa shkova tek varrezat, edhe u përplasa për dhejun e varrezave, jo duke lidhur dorën, o duke thonë vetë çtu je, çtu kimera, e duke këshillu veten e vet, nefsin e vet, se kimë vdekë kështu marr, thotë filloi ta merr veten imani. Filloi që ta ndij nga pak ndikimin e asaj që jam duke e bërë atë. Në kërkim vazhdueshëm, pse? Pse ka u imanin? Pse? Pse një herë me një ligjërat që ka qenë? I Bëngjauzit ka qenë një në ligjëratat e tij apo? Domthon i Bëngjauzi rahimullah veç sa ka numru, historik kanë thonë, 200.000 vetë janë pendu në dorë të jepë. 200.000 njerëz që s'janë falë, që ndoshta kanë bo haram, kanë bo gjuna, kanë arë për i Bëngjauzit, janë betu për Allah Gjellewala, se s'kanë më kodë, 200.000 vetë. Dhe thua se mbi 100.000 vetë e kanë pranur islamin në dorë të jepë. I Bëngjauzi. Apo, për te thuhet se në derstet e ti, deri në 100 vetë kanë përcjellë fjalët e tij, s'ka pas mikrofon, apo? Nuk kanë përcjellë, po thot, çka shturë më ka qenë. Kanë marrë pjesë në derstet e tij pej halifës e deri te prizet më të vegjël të shtetit apo. Nuk ka qenë shumë me ndikim të madh. Nga si ka me dorë fjalë me fuqi të madhe dhe ka qenë shumë i njohur në vajzë, në këshillim. Thot një ditë pas një ligjërate, një nga njerëzit autoritativ i ka thonë shumë kalon brez dersit apo. Kisha pas qef me qenë musafiri jam apo. Edhe thot më pëlqeu në kuptim vetë pëlqimit, apo u aktivizua virusi i zemrës. Shika, thot, për lavdatën që më dha, thot edhe mas asaj nuk e ndiva mu namazin. Me i here, apo, me për këtajnë ata që përcjellin në vazhdimësi, apo, shëndetin e imanit të tyre, dhe një kollitje këti imani me ere për ta shqetësuese. Nërsa dikush për një mund të godit me kancer një iman, subhanallah, edhe mos të njësë është duke lëndu, ose është duke lëngu, dhe duke rënku imani ti Allah në lutë. Prandaj bamirësia më e madhe që mundesh me bësh, kujdesit për imanin tonë. Nëse Allahu po thotë, lejse albirra, ose për kufizani bamirësinë, an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, kthimi fytyrës kësaj që nuk kupton aspektin e përjashtëm. Mos më nëse e ke kry mision e bamirësinë në vitës tënde, kur ti dukesh në formë caktuar, kur ti bën diçka në formë caktuar, jo. Lakin al-birra man aman. Këto është bamirësia. Investimi i vazhdueshëm është këtu me drejt vetën tonë atë. E që prej kësaj pastaj më dal punë për jashtë atë. Kur pe këtu i burojnë, atë el mal ala hubbihi. A që ka rregulluar imanin. Wallahi, buzëqeshur ti jap krejt çka ka se ka gola atë. Me tu kesh bile. Nga koha e ti, nga dija e ti, nga mundi ti, nga pasur, këtë që ka lazëm, dhe që ka nevojë.